Më lejoni tani të ndaj me ju dy aspekte që bendoj se meritojnë vëmendje të veçantë. Spari, lidhur me një fenomen të cilin edhe duke u përmbajtur, po e cilësoj një njollë të zezë në sjelljen dhe diskursin politik shqiptar. Dënoj me forcë përpjekjet e atyre që nuk po lën gjë pa bërë, gur pa lëvizur dhe fjalë të zezë pa thënë për vendin e tyre. Dhe kjo vetëm për t'i bishtnuar përgjegjësisë. E kam fjalën për misionarët që pasi kanë nxjerr emrin dhe fytyrën e tyre, pasi kanë shkatruar gjithçka rreth vetes, janë rikthyer me vrull të papar për të nxjerrë e prishur edhe emrin e Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Me hidhsinë e humsit keq dhe pandrejtësinë që i karakterizon, janë sulur me vëxhut të padëgjuar të përdhosin emrin e Shqipërisë dhe të çdo shqiptari, brenda e jashtë vendit, të përdhosin reputacionin e tokës son të përbashkët me teori komploti, me akuza qesharake dhe absurde, me të pavërteta të shpikura si nevojë e përpjekjes së fundit për mbijetesë politike.